Mjaft interesante që u shfaqen, një pamje maskotave me kostumet e Spider-Manit dhe të disa figurave tjera ka befasuar rjetin për faktin se njëjti aktivitet po zhvillohet në një xhami. A lejon feja islame që objektet e saj të ofrojnë shfaqje të tilla? Kush dhe si organizoi këtë ndenjë? A kishin fëmijët lejen e prindërve për këtë aktivitet? E shumë detaje tjera do të diskutojmë brenda këtij bloku, ku të ftuar në panelin tonë kemi mikën e emisionit tonë, zonja Nikbale Uduti. Zonja Uduti është në atë sit ju kemi në Kosova Today. Faleminderit për ftesën. Mirë, le ta shohim bashkë një pjesë të kësaj video, mund ta komentojmë bashkë. Pra, duket se kjo ka ndodhur në gjatë ditës së festës së Bajramit dhe në fond të kremtës. Tu natyrisht ka pasur edhe fëmijë, siç e do tradita, sepse edhe fëmijët në traditat muslimane zonja Uduti shpërblehen për ditën e festës Bajramit, qoftë në veshje të reja apo me para, siç shpërblehen fëmijët në feshtën e Krishtlindjeve, dhurata, nuk është asgjë e pazakontë kjo, por e pazakontë ishte që maskotat të filmave vizatimor u pan në një nga xhamitë e vendit. Nuk e kemi të konfirmuar se në cilën xhami është kjo. Pra, video është postuar nga personi Festim Qunaku dhe le ta komentojmë bashkë. Si e shihni ju këtë, zonja Uduti? Kjo është mund të themi një dukuri jo aq pozitive për mendimin tim, sepse xhamia është një qendër e jetës shoqërore, edukative, shpirtërore. Më thënë, kjo është një dukuri e re, përveç kësaj që nuk i përkjasin këto kukulla, ashtu të themi, apo maskota që i tha zonja Jehona, nuk i përkasin vendeve të adhurimit, mund të ishin bërë në jashtë në obor apo dikun tjetër, po kjo... Se çka prishin këto për shembull adhurimet? Prishin sepse në doktrinat islame, jo të gjitha pajtohen që kukullat janë të lejuara të mbahen në shtëpi, edhe sidomos këto personazhe të pop kulturës janë, të cilat në vete mbajnë mesazhe mediatike të fshehta, për shembull Supermani e rivalizon Zotin. Supermani e rivalizon Zotin sepse ai është i gjithë fuqishëm, i plot fuqishëm. Nëse prindri nuk ja mëson, unë për shembull shokit tam të ndjer, Ahmedit, ja ka mësu, shiko mam, çdo film e ka mesazhin e vet. Supermani është i shumë i drejtë, i ndihmon, i fuqishëm, etjera, por në fund e jep mesazhin se kjo ja zbeh plot fuqinë e Zotit. Ne shohim edhe hoxhallar, por shohim edhe njerëz që natyrisht kanë disa vretje në mënyrën se si bëhet edhe si praktikohet edhe kultura muslimane në Kosovë, që ne shojmë në ligjëratat e hoxhallarëve që thonë që Zoti është i pazavendësueshëm, nuk mund ta zëvendësoj askush, nuk mund t'i bëj të ketë rival, dhe më duket se është deklaratë fort kjo që një Superman ta zëvendësoj ta. Kjo nuk i bëhet e një rival i hapt, mirë po nëse na nuk i mësojmë fëmijët se çka prezanton Superman, ai nesër ka me kuptu që Supermani është diçka zonja Uduti veç ta dojmë këto, apo të pengon, ai pengon fakti se mesazhin të cilat e japin ato, apo faktin që në vesh si figura që ju pëlqejnë fëmijëve? Të dyjat, sepse si figura, si kukulla në doktrinat... Po ne edhim jeni kundër paganizmit që është besu edhe nuk lejohet besimin të këtila. Na kemi personazhe biblike, na kemi personazhe kuranore, rastin e kemi Hasan dhe Huseini që janë shumë komike, kur profeti falet në namaz dhe mëse 5 minuta ata e ka përcejnë gjyshin e ty profetin. Dhe njerëzit që falen aty, ma në fundi thonë, o Resul, o i dërguar, thotë, pse ka shumë e gjate sejden, a i tha, po, fëmive bre, një pave të mi Hasan Huseini s'munda. Do më thënë, na kemi personazhe biblike, e kemi nënën Maria me fëmin, e cila në kishat katolike shumë bukur, këtu të Slovenia Sportit, e lagja që është muagjerve, aty gjatë vitit ri, i kemi pra, juve për pëlqejnë ma shumë kishat që shpo i organizojnë këto ahenjët për fëmijë, sësa kjo që po e shene? Juve po i pëlqejnë pak më shumë, fakt për ju do ma të regullta ato që keni panë për fete tjera, se sa kjo që po e sheni këto. Nuk duhet ta përzim kulturën religjioze me kulturën pop moderne. A rivalizohet Zoti? Ka mundësi, rivalizimi i Zotit nuk bëhet me një kukull, por ajo superfuqia e Supermanit
e bjerë fëmijën që a i me thënë mama ble nesër një poster, edhe në gjithë një poster. Mirë po unë fëmijës të imi kam mësuar fëmijët e mi, sepse jemi të ndikuar nga kulturat pop. Edhe ajo nuk është e vërtetë, që po thotë zonja. A ka mundësi me... Po, por zotri Gashi, pastaj keni të drejtë. Jo, zotri Gashi, më fal veç pak, ta respektojmë, veç pak, është grua fillimisht, ta respektojmë. Nasi edukator, normal që nuk japim dhunë tek fëmija, por që se fëmija e sheh babën duke fal 5 vakte namaz, ajo nuk është dhunë, nesër ai kam imitu. Por, për shembull, shkojmë te Pokemon, unë i kam studiu këto figurat, edhe nipi im çmendet pas atij. Por Pokemoni përkundër asaj që e paraqet një drejtësi e tjera, më në fund është si një teori e evolimit, që evolojnë, do më thonë, krijesat plus e ka në çështje magjin. Do me thonë, është një magjistar. Fëmijet e tonë... Mirë, magjin e pranojnë librat e shajt, evolime me i kundërshtojnë. Këto janë simbolet e gënjeshtrës, sepse këto filmat, vizatimore... Pra, ju thoni se ne po i rrisim fëmijët me gënjeshtra në këtë formë. Po, Supermani është gënjeshtër, shumë fëmijë nga aspekti psikologjik janë ndiku edhe kanë, jo lutas ju ndërpreva, kanë kësy nga territoria, nga krevati, po ta dëgjojmë edhe zotri Gashin. Mirë, ka një perspektivë tjetër. E dëgjojmë edhe zonja Oduti, e dëgjojmë edhe perspektivë tjetër. Edhe zoti gënjeshtër, se nuk e dim ku është, a ekziston, a se kemi po. Sot shohim shumë gjallarë duke folur për qëra intime madje dhe nuk besoj që do duhet flisnin ashtu. Nëse të shohim Spider-Manin, Pokemonin, Super Marion, kush janë këta të tjerët në xhami, që normalisht nuk do duhet të eshin. Nëse veç i keni marrë këto figura, atëherë ku janë edhe Barbie, ku janë edhe Catwoman. Catwoman është gjysëm lakuriqe. Është ardashur tjetë ajo? Po mas i kanë fut personazhet edhe... Shkojnë nga një tur. Atëherë, po mleni ta kry. Po ta zem, është masha që është ruse. Ndaj fëmijëve musliman, sepse ka fëmijë musliman të cilët e din xhamin si një vend frymëzimi, lidhje me Zoti, të qetësi shpirtërore. A janë imitimet kafshëve? A ka mundësi? To janë imitimet kafshëve, lutem. Pra, ju jeni edhe instrumentet muzikore mu e për xhamin? Jo, ka Beitul Gidaj, thënë shtëpia instrumenteve, ajo është ndaluar në islam, aty nuk mund të falesh namazin në Beitul Gidaj. Pra, shtëpia instrumenteve, a muzika, si ma shtëpinave islame, jo të gjithë shkollë për veti, nëse prap t'i kthehemi temë. Po, kthehemi në temë. Ju nuk mendoni se do të është edhe diskriminim, sepse fëmijët që të cilët janë më të devotshëm, nga familjet e devotshme, këto maskota i njohin si të ndaluara në islam, që e dyta është mesazhi shumë i keq, mirë po, nëse personi... Zotri Gashi, sepse... Zotri Gashi, e lëm ta thot fjallin e vetë. Ju si gazetar, para se me na thirë neve, që mos të lomotitim pa nevoj, kemi provuar të marrim informacione, por s'kemi pasur. Udeshte nga ky personi fesnik Qunaku, ta kuptojnë se kush e ka bërë këto, shumë mirë që na jepe këtë emër, sepse kemi pas shumë shtirë dhjem kontakt. Jo, zotri Gashi ta përfundon pastaj besim. Kush e ka bërë këto, nëse e ka bërë nga mosdia, i falet, mirë po, nëse e ka bo me një qëllim, me një agentur, atëherë aty Bashkia Islame duhet me marrë disa korniza, se qka është xhamia... Po, do të thëtë Bashkia Islame do të ndikoj. E shartë... Edhe sot do të dëroj, se është natyrë. E shartë, vazhdojnë. Nga ato revoltat anti-islamiste, fobiste, kështu vepron njeri, në aspekti psikologjik. Shikojmë, tash, unë po e marrë fja, ju lutëm pastaj. Jeni shqiptarofob atëherë. Do me thënë, kombion shqiptar, unë e kam kry edhe letërsin Shqipe dhe krasimtar, jam diplomu në Universitet Prishtinës, dhe na kemi personazhe, kemi filma vizatimor të mrekullueshëm, ose personazhe shqiptare, kemi të Migjenit. Ajo është për shembull Luli Vocër, kjo Xhinxhifilo është e Çajupit. Kjo një personazh shumë i guximshëm, shumë trim, po në ndërkohë edhe është pakës humorist. Mandej e kemi të stereospasës të Vegjlit, i kemi Beni Ecën vetë, gjithashtu e Driteroa Gollit. Të gjitha këto personazhe na duhet mirin gjallë në për xhamia, po prapë thamë, jo në vendin ku falen njerëzit, edhe ku kanë fillu me bo edhe në për Turqi me hyje dhe macat.